Ju njohi me titull kryesor të gazetave e premte 5 dhjetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Abuzimet në energji. Afera e re prej 45 milion euro, berberi i Ballukut qeth edhe OST-n. Nuk kërkoi funksion në Partinë Demokratike, dua të rrëzoj Ramën, Saliani shpalos projektin për ringritjen e partisë. Bllokimi, rreziku në treg, ngarkesa me 51 ton misër nga Serbia e kontaminuar. Lista e re, u prekën nga ndërtimet qytetarët që kompensohen me 5 këste. Shfaqja, hakmarrja e princit që tronditi botën, Hamleti pushton metropolin. Opinion nga Redi Shehu, energjia dhe apatia përmes foltoresh. Një tjetër opinion nga Xhevat Mustafa, popujt në protesta shqiptarët në lokale e festa. Nga Zeno Jahaj, të gjykohesh se kërkove liri për popullin. Përvjetori i ushtrisë popullore, dekoratat dhe uniforma si e Titos, si dështoi propozimi i Ramizit për veshjen e Enverit më 1984. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama, vjoj mëtej me gazetën Telegraf. Titulli kryesor i gazetës Telegraf 21 janari, pse SPAK nuk heton aferën e Ina Ramës. Pas skandalit të korrupsionit, Mogherini i jep dorëheqjen. Batërdi në kuvent, për 2 javë mandat, 55 deputet të rinj glabruan miliona lek dieta, qirat dhe shpërblimet rriten pa kontroll, ja lista. Investigimi tronditës, Air Albania, linja e avionëve që u kthye në skem skandalesh, miliardave të zhdukura dhe lidhjeve të shtetit me krimin. Drejtësia në lup, kreu i ri i SPAK, ndërkombëtarët paralajmërojnë institucionet të rrinë larg politikës, Karanja po bie pushteti gjyqësor. Opinion nga profesor doktor Zydi Teqja, gabimet e qeverisë shkak i përmbytjeve. Nga Nancy Van Horn, pa luftë ndaj korrupsionit, s'ka investime serioze në Shqipëri. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf, vjoj mëtej me gazetën Dita. Saliu dhe Veriu, titulli kryesor i kësaj gazete, arsye përse sa herë ndihet e rrezikuar në Tiranë, doktori shkon diku në Veri dhe na rrëfem prej aty për rallën e tij të vjetër Veri i Jug. Përçarja e re në Partinë Demokratike. Mogherini e dorëheqjen, përgjegjësia para postit, jo posti para çdo përgjegjësie. Pas dardhave dhe ftojnëve, Rama flet për miun, amerikanët i japin një tjetër sinjal. Pensionistët, çfarë i mungon dëshpërimisht të moshuarit shqiptar dhe një krahasim. Në brendësi, njerëzillik në pyllin e mbushur me kufoma, historia e ushtarit. Jemi më të goditurit në rajon nga rreshjet, dëme dhe viktima. Rubrika e shëndetit, një pëlqim në rrjetet sociale mund të bëhet arsye ligjore divorci. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita, së fundmi do të vijoj me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Bardhi 6-2 nuk e prisja të ndodhte me Tiranën. Presidenti i Dinamos flet për fitoren historike në derbin me Bardhë Blut. Numri 1, në janar do të marrim një sulmues, dim si të luajmë. Golat në derbi më bën idhull për tifozët e Partizanit. Kapiteni i kryeqytetit rikujton historinë e jashtëzakonshme me të kuqt dhe momentet vendimtare ndaj Bardhë Bluve. Koment nga Besnik Dizdari, një guxim krahasimi dhe prepotenca e FIFA-s. Vora Vllaznia 0-0, Kuqeblut alergji nga fitoria, Martini driblon krizën. Egnatia Flamurtari 0-1, Glonjata surpriza art në Rogozhin. Ish trajneri, Suta paralajmëron Shkodranët, Elbasani gati për 3 pikët. Peqinasi, një tjetër ish për storin e Besës, Magani favorit. Pasioni mund skamjen, Skrapari thyen çdo rekord, 8 sezone me një fanell. Shorti i botrorit sot zbulohen grupet. Itali, Milan i braktis kupën, rrëfehet Luka Modric. Barça, Flick kritikon Yamalin, duhet shumë sakrificë. Ish legjenda, Terry me ato që pash Chelsea nuk është për titull. Deklarata, Leo Messi, Pep mbetet më i miri në botë. Gara finale, Verstappen nuk kam asgjë për të humbur. Këto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.